I dashur në publik, ju nga tjeta. Sot po dele po flas për punën e spionazhit serb në Kosovë, se lufta hibride e ka bërë këtë punë kaos edhe nuk është kjo rastishme. Ata janë pjesë e mekanizmit të aparatit shtetnor të interesave të Serbisë apo agjendës së Serbisë për mi majtë kthejtrat e Serbisë në Kosovë. Le t'i qesim disa fakte në tavolinë, pa zhurmë, pa mjekull. Që nga qershori i vitit 2024, në Kosovë janë arrestuar të paktën 7 persona në dyshime për spionazh ose bashkëpunim me inteligjencën serbe. I pari po të konë Bedri Shabani, babai i kryetarit të AGK-s, dikur. Pastaj u patkonën Muharrem Qerimi, pastaj Aleksandar Vlaiqi, pastaj Jelena Gjukanoviqi, pastaj Hysri Selimi, pastaj Bojan Jeftiqi, pastaj Fatmir Sheholli bashkë me Milajm Zekën. Po Milajm Zeka nuk numërohet se ai ka pas kompromat në prokurorinë e Kosovës, edhe ka rri me siguru lirinë e vet, duke i shantazhu prokurorinë që nëse e majnë ata në burg, ky kom ja uqit zezat që i ka pas shënuar për ta. Edhe pështoj Milajimi, po vazhdon ai operacionin e tij të sabotazhit të shtetit edhe luftës psikologjike kundër të vërtetës dhe kundër shtetit Kosovës. Më pas sheshor, vitit 2024, si që dini, Shabani dhe Qerimi u patën arrestu në atë që ishte raportu si rasti i parë i arrestimeve në Kosovë për veprën penale të spionazhit. Apo e kuptoni, 24 vjet mas luftës, për herë të parë, Kosova ka arrestu spion serb. Deri në ditë, ata ka vepru lirshëm. Interesant. Po historia veprimtarisë së dyshuar të inteligjencës serbe në Kosovë nuk ka filluar aty. Në vitin 2009, mbas ndërhyrjes së inteligjencës ndërkombëtare, policia e Kosovës e kishte arrestuar Milutin Radanovicin, Predrag Željkovićin edhe Igor Jučinačin. Ata ishin arrestuar si dyshuar në një operacion të lidhur me inteligjencën serbe dhe sigurimin përmes parave të dëshmive rreth pretendimeve për trafikim organesh nga UÇK-ja. Pra janë mënu me blej shqiptar, me blej dëshmitar të cilët do të pagueshin për të gënjur edhe për të pretenduar rreshëm se UÇK-ja ka bërë trafikim organesh. Ajo që është interesant, që pjesë e qati operacioni, si pas burimeve tona në Londër dhe në Berlin, ka qenë edhe Branislav Nikolići. Po ajo që është edhe më interesant, është që në presidencën e Kosovës, nën Hashim Thaqin, Branislav Nikolići kishte shërby si këshilltar politik i Hashim Thaqit. Një njeri i cili, sikur të mos e raportohej publikisht nga mediat në Kosovë se ishte i dyshuar për përfshirje në shërbimin sekret të Serbisë, ai nuk do të shkarkohej kurrë. Nikolići, sipas informacioneve që i kemi që janë edhe publike, kishte hyrë në zyrën e presidentit të Kosovës në vitin 2016 dhe kishte qëndruar aty me vite, në stilin e arrimeve të fjetër të Beogradit, që raportojmë na shpesh. Sipas raportimeve të gazetës Koha Ditore i dashur publik, Hashim Thaqi nuk e kishte kërkuar nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës që të verifikohet e kaluara e Branislav Nikolićit. A dini pse? Që po e kallëzojone? Sepse arsyem pse Branislav Nikolići i dashur publik ka hyrë këshilltari presidentit Thaqi ka qenë rekomandim i vllau të Hashim Thaqit, Gani Thaqi. Pa ta shohim shkurtimisht çka na thot Gani Geci për Gani Thaqin. Veç ngani. Vllavi tim konut me Gani Thaqi konut me. Pasha zëte deklarata e Gani Thaqit e ka rrethu familjen Jashari. Pasha zëte deklarata e Gani Thaqit e ka vrarë familjen Jashari. Në këtë moment i dashur publik, është momenti kur Refat Jashari i thot Hashim Thaqit, mos hajde në shtëpi, hajt vazhdo.
edhe kur më Hashim Thaçi nuk u ka një mirëseardhën në familjen Jashari. Qërë Jakub Krasniqi atë? Nëse nuk gaboj diku mes E tash këtu Jakub Krasniqi kallzon edhe e vërteton që Hashim Thaçi s'ka qenë i mirëpritur në familjen Jashari. mes rreshta zoti Krasniqi i keni adresuar edhe një nivel shantazhi që zoti Adroci ka bërë në raport me kreun e PDK zoti Veseli dhe me presidentin aktual zotin Thaçi. Për çka realisht bëhet fjalë? I keni shtruar disa pyetje se I kam shtruar dash dash më përgjigj pyetje jo me ballë të tjera. Do thotë ka shantazhu me një incizim të Adem Jashari. I ka çka është ky incizim zoti Krasniqi? po, si duket, këta kanë pas, jo si duket, po është reale, unë nuk e kam cek as këtë, po këta kanë qenë një armisi me Adem Jashari. Kush këta? Kush po thonë? Hashim Thaçi dhe Kadir Veseli. Apo kuptoni? Këta që sot lufta hibride po i qunë heroj, kanë qenë në armiqësi me familjen heroike të kombit shqiptar, Adem Jashari. Apo kuptoni? Apo e kuptoni thelbin se kush është Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli? Kanë qenë në armiqësi me familjen heroike të kombit shqiptar, të kombit shqiptar. Jo të një lagje, jo të një fabrike, jo të një partije, as një qeverie, familjen heroike të kombit shqiptar, Adem Jashari. A mujnë këta njerëz me u quajtë qëllimtar? Për parimin të emi, jo. E jo i dashun publik do një me vendosë që shi keni parimet, ka i keni qatrat. Po për mu, jo. Raportet e Hashim Thaçit dhe të Kadri Veseli pas luftës dhe gjatë luftës unë i kam balancuar. Ndrysh ata sa atëherë nuk do t'i kishin pranuar, edhe me të drejtë, nuk do t'i kishin pranuar në familje. Ata Edhe me të drejtë, thot Jakub Krasniqi. Apo e kuptoni? Të mëndje, Jakub Krasniqi din shumë qka që na nuk dim. Edhe me të drejtë. Nga ajo pak kohë sa është njoft Jakub Krasniqi, është njoft si njeri parimor me gjithë atë. Se mos me pas integritet edhe mos me qenë parimor, nuk i flet çdo fjalë publikisht. Po i rune i mshef, si kur këta hajnat e tjerë. Me të drejtë, thot. se nuk mund me shku. Edhe tonë e din, do të shkop kush i se din nga pjesëtarët e ushtrisë shqiptare. Unë dua të tham që Qërë tash, këtu e keni fjalimin e Recep Selimin në parlament, ku i drejtohet Hashim Thaçit me fjalët dëgjone. unë të dua ty për president, po aq sa të doni edhe familja Jashari. Besoj të mjafton. Nuk mund të tham që të dua siç të deshte Adem Jashari, sepse do ta merrje si kërcënim. Nuk mund të them që të dua si që të deshte Adem Jashari, sepse thot do ta merrje si kërcënim. Do me thënë, nëse do ta pyesnim Adem Jasharin, si që donte Hashim Thaçin, me sa duket, Adem Jashari e donte të vrarë, sepse kur Recep Selimi i përgjigjet, thot nëse do të thoja të dua për president si që të deshte Adem Jashari, do ta merrje si kërcënim. Pra, Hashim Thaçi, Kadri Veseli kanë qenë në marrëdhënie armiqësore, janë pasi armiq nga familja heroike e kombit shqiptar Adem Jashari. Nga heroji i rënë Adem Jashari. Kujtojeni e manin mend çdo fjalë fort mirë, edhe mos i harroni. Sipas Gani Gecit, vllai i Hashim Thaçit, Gani Thaçi, ka qenë udbash. Apo e kuptoni? Në vitin 2009 për herë të parë, kur janë arrestu serbët e shërbimit sekret serb që kanë ardhur me misionin me ble dëshmitar për me akuzu që këmë për trafikim me organe,
Nuk janë arrestuar ata sepse Shërbimi informativ I Kosovës ose inteligjenca e mbaruar pe AKI-ja pe Hashim Thaqit I ka zonë. Janë arrestu sepse inteligjenca ndërkombëtare I ka zonë, ja u ka qit lajmin në RTK, edhe pastaj policia ka intervenu edhe I ka arrestu. E për krejt ata që janë arrestu, në atë operacion u koni përfshimi dashun publik edhe Branislav Nikoliqi, I cili ka hy në zyre të presidencës prej vitit 2016 me rekomandim të Gani Thaqit, pra vllau të Hashim Thaqit. Majnin me në qëtë informacion shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, mos harroni, ndajnë këtë video me të tjerë që ta kuptoj njerëzit mirë. Kush ka I ka qadrat? Këto janë fakte të verifikuara, në informacione të raportuara katërcipalisht, në për media kredibile e jo kredibile, të cilat gjithashtu ne si redaksi në Londër I kemi verifikuar. Manin men këtë mirë. Tash. Nikoliqi nuk u largu nga zyra presidencit pas një verifikimi institucional, sepse nuk u largu sepse mekanizmat e shtetit e kishin zbulu, edhe kanë dhënë alarmin. Ai u shkarku vetëm në qershor të vitit 2019, masi çështja u bë publike dhe mediat filluan të raportonin. Dhe a ditë çu po publike? Gjithashtu prej inteligjencës ndërkombëtare aleate e Kosovës. Dhe a din pse u bo publike kjo në 2019? Sepse në 2018 Hashim Thaqi ishte takuar me Vladimir Putinin në një përpjekje për të kërkuar ndihmë nga ai për ta mbyllur gjykatën speciale, sepse e dinte që ky nuk do të mund t'i shpëtonte drejtësisë. Manin men edhe këtë shumë mirë. Tash, presidenca I dashur publik e ka deklaru atëherë se nuk kishte marrë paraprakisht informacion zyrtar nga institucionet e sigurisë për aktivitetet e dyshuara të Nikoliqit. Por redaksia jone ka konfirmuar se arsye pse nuk kanë marrë sepse protokolli nuk e ka lyp. Pse nuk e ka lyp protokolli? Sepse Gani Thaqi, vllau I Hashim Thaqit I ka thonë, mere sepse ky është I besueshëm, edhe mos e kontrolloni. A kanë ditë ata? E kanë ditë. Po e kanë ditë. Këtu dashun do të më qenë shumë të saktë. Tasht, hyn në këtë temë që e fola deri më tash edhe debati I fundit rreth Albin Kurtit. Siç e keni pa, disa media hibridet e luftës psikologjike kundër të vërtetës Kosovë po e paraqesin takimin e Kurtit me një prej të fundit të arrestuarve në dëshime për spionazh si një lloj prove komprometuese kundër kryeministrit. Por, nëse takimi ka ndodhur në kuadër të takimeve me komunitetet dhe personin e fjalë është paraqitur aty si përfaqësues I komunitetit Goran, siç edhe është dokumentuar dhe raportuar, atë pyetja serioze gazetarese nuk është pse Kurti u takua me spionin. Pyetja është diku tjetër. Kush e verifikoi ai njeri? A u kontrollua biografia e tij? Dhe a kërkon protokolli shtetëror me u kontrollu biografia e tij? Nëse e kërkon, edhe AKI-ja ka dështu, atëherë duhet me kërku me të drejtë mediat për me u hetu hallka zinxhirore përgjegjësisë ku ka dështu AKI-ja në mënyrë që për me përmirësu gabimin, apo jo. Gjithnjë, nëse po duam të ndërtojmë e konsolidojmë shtetin, kur shohim ku ka gabime, kërkojmë intervenime për mi përmirësu gabimit. Apo jo. Kështu funksionon duke ja kërkuar kryeministrit me ditë përmendsh dosjen e inteligjencës. Kjo është në rregull. Çdo njeri që hyn në një takim komunitar me kryeministrin dhe presidencën, s'mund presidenti as kryeministri me ditë. Nëse pjesë e këtyre takimeve është protokolli shtetëror që e kërkon me u kërku biografia, edhe AKI-ja ka dështu, pra duhet mu marrë vesh ku ka dështu, edhe mu intervenu, mu marrë përgjegjës ata njerëz të cilë kanë dështu, mu intervenu me rregullu problemin.
më marrë vesh nëse ka pasur dështim, thjesht duhet më vetu. Nëse ka përgjegjësi, duhet më përcaktu. Edhe qeveria duhet më përgjigj këtyne pyetjeve. Por, ta marrësh fotografinë e një takimi, edhe pasi personi arrestohet vite më vonë, ta përdorësh atë për me prodhu fajsi politike me ndërlidhje asociimi, nuk është provë. Dhe pikërisht këtë lloj gazetarie i dashur publik duhet me këqyr me sy të ashpër kritike. Sidomos kur vjen nga Berat Buzhala, Vebi Kajtazi, Leri Mehmeta e të tjerë. Shikoni çka kanë bërë këta. Ja t'ju tregoj pak. Çka kanë bërë këta zotnit. Qyre çka thot Leri Mehmetaj. Spioni i Serbisë thot me shefin e spionave të Serbisë. A ky thot vetës gazetar? A po kupton? Kush është Leri Mehmetaj? Njeri që ka kërku publikut me i thonë që ju Miloševići s'është kriminal lufte. Kush është Leri Mehmetaj? Është nxënësi i Baton Stanishevit, që tash jo dëshmojnë këte. Jo dëshmojnë këte. Veç shikoni. Ja, këtu e keni nxënësin e Stanishevit, çka flet për to? Baton e viu Stanishevit. Po, e kam takuar. Pra ata që nuk e din, ish shefin e shërbimit sekret serb në kohën e Miloševićit. Po, e kam takuar në vitin 1997 dhe është një prej mburjeve të mia më të mëdha në jetën time. Batoni, shajnë nuk është me full për to, po Batoni është Chelsea i medias në Kosovë. Nëse s'ka Baton, s'ka media në Kosovës. E keni takuar në vitin 1997, Pa. shefin e shërbimit sekret të Slobodan Miloševićit. Pa. Dhe vetëm pas një viti, për 2 vjet rresht, besoj ka drejtuar masakrën e shqiptarëve të Kosovës. Batoni, shajnë nuk është me full për to, po Batoni është Chelsea i medias në Kosovë. Nëse s'ka Baton, s'ka media Po kupton? Nëse s'ka Baton, s'ka media në Kosovë. E ky ka çiki këtina shkon akuzon Albin Kurtin për spionazh, e qunë thot kryespioni i Serbisë, sepse ka taku në kryet në sajt e takimeve komunitare me një njeri që tash qenë ka zonë si dyshuar për spionazh për Serbinë. Ka çiki këtina. Ka çiki këti rrogaqi, këti shpellari. Apo më rësh, unë e të po farë situatë kena. Kush nuk e dempi kuj në i vinë parët këtina. Kush e financon? Ka rajt me 10 herë që na si redaksi kemi evidentu edhe dokumentu. E kemi dokumentu, e kemi analizu edhe filmin të ti dokumentar për Tirolin Jugor, ku avokon me jadhon Republikën Serbe autonomin Veriut Kosovës vetëm disa ditë para sulmeve në Banjsk. E ka qiki këtina del mi thonë dikujna që e ka agent të qartë politike me shkëput Kosovën pej Serbis, i thot kryespion. Po kupton? Që këtë tjetëri? Që ky ka qiki tjetër? Qërë ky? Berat Buzhala. Qërë? Debati më i madh në internet, dikush e sheh në këtë foto, një spion të DB-s, dikush e sheh 2. Ti sa po i sheh? A po kupton? Kush është Berat Buzhala? Njerin ja kanë torturu babën ndërmarrja për bashkët kriminale. Është evidentuar edhe në dosjen e parashtresës së prokurorisë speciale të Hagës. Ka dhënë deklarata për Euleksin, për Onmikun. Ka fol publikisht. Çfarë më thonë që ka dashur me vra? 24 vezerit kanë dashur me vra. Është në bashkërtaklëk me Zvonko Veselinovićin. Besnikun e Beogradit, njeri që ka biznes familjar me vllaun e Vučićit. Firma e tij ka pru gur, pirashkës. Firma e Berat Buzhalës dhe Zvonko Veselinovićit. Na e kemi hulumtu 7 muaj i kemi shpenzu kohë të analizës redaksionale të punës ti, çka ka bo Gazeta Nacionale dhe Berat Buzhala para gjatë e masulmeve të Banjskës. E kemi dokumentu dhe evidentu
që e ka fajsu Kosovën, e ka shfajsu Serbin për operacionet e tyne agresive, vrastare, destabilizuese kundër Republikës Kosovës, për pjekjeve aneksuse për Republikën Kosovës. Edhe ka qiki Berat Buxhalles del me godit, me rana, një kryeministër agenda politike të cilit qartësisht na ka dëshmuar vullneti politik i vendimeve të tij për me shkput Kosovën nga Serbia. Hajde të shohim edhe një operator tjetër që jamon anën Beogradit. Sheh çka bën këtë tjetri. Ne ndërtojmë rrifë. Qërë këtë tjetri. Ky emision Ka dalë veç pak. Shërë çka bën. Qërë. Ky e nxjerr fotografin e shefit të inteligjencës së Republikës Kosovës, edhe çysh ka i thotë. O hut është që shyni spioni i bia serbe në zyret presidentës edhe kryeministrit. Kallzo. Aja ke qitë GPS-in këti në koordinim bashkëpunëtorin e Serbisë Bezim Gelmendin. Lahper, bre. E qunë Lahper. Kanë e qunë Lahper shefin e inteligjencës së shtetit. Apo kupton ti? Këta njerëz, këta janë rrezik për këtë cënim i sigurisë kombëtare. Këta janë rrezik ekzistencial për Republikën e Kosovës i dashur publik. Në asnjë mënyrë, këto struktura hibride, operative të luftës psikologjike kundër vërtetës Kosovë, në asnjë mënyrë këta nuk do të më të liru. Shikoni çka thot Vebi Kajtazi për UÇK ndër vite, veç ngane. Nuk është e lavdishme. Historia e saj është shumë e dyshimt dhe për këtë arsye ndoshta mendoj se nuk ka menduar kur, po historinë e saj të vërtet do ta kishte zbardhur një hetim i mirëfill, por një hetim i njësie të veçantë të prokurorisë të policisë për të pa të gjitha këto. Unë kam thonë këtë studio edhe në plot vena. Po UÇK-ja ka kryer krime lufte. Po duhet me zgjedh kush. Do më thonë, veç Beogradi e thot që UÇK-ja ka kryer krime lufte, edhe goja e Vebi Kajtazit. As gjykata speciale se thot që UÇK-ja ka kryer krime lufte. Apo kuptoni? Ape kuptoni o njerëz kush janë këta? Ape kuptoni prej kujt jeni informuar për 20 vjet? Edhe halo qëta njerëz janë në për pozita. Halo dyqysh kanë pare. Nga një mëre burra, abonoheni me pagesë të redaksia jonë që t'ju zbarkojmë poshtë, ti rotullojmë poshtë për pjetë, ti ekspozojmë pik më pik, kock më kock, se kush janë këta. Abonoheni me pagesë të kronikat e Barutit. Abonoheni me pagesë, sepse kjo është investim popullor, kombëtar, patriotik për me investu, me financu një media dinjitoze që ja tregon të vërtetën. Une që 3 vjet me kam jam në Britani e me shpirt e me sy e me truje në Kosovë. Po nuk po mëj me shu se s'kam pare. Pa o abonu publiku masivisht, me abonime masive, unë nuk muj me po bugjet. E di që do thonë, jo po qeveria do të me të financua tërta mërta. Jo bezotni, nuk po du me konë dore kërkujna. Jo, po du me konë i financun pej publikut, pej ledzusit, pej popullit. Qashtu kërkush s'munu në kontrolu. Qashtu më drejton vetëm drejtësia edhe e vërteta edhe integriteti i zvërtetës. Edhe i grajmë për para kësaj pune. Pa ta vazhdojmë të ngojmë, shë pa thot kë. Po individ brenda UÇK-s, sepse ka dalim, sepse në shumë pjesë të aktakuzës quhet ndërmarrje e përbashkët kriminale. Kemi folë për atë pjesë. Pjesëtarët të UÇK-s kanë kryer krime lufte, janë vërtetuar edhe në gjykata. Apo shë i thot, a UÇK-ja ndërmarrja e përbashkët kriminale, se punë keqe kish ka i të full, apo mërvesh. Ky veç pak e zbutot pjesëtar të UÇK-s. Ja pjesëtar të UÇK-s, jo. Ndërmarrja për bashkët kriminale. Sepse urdhërvrasësit kanë qenë fuqista të UÇK-s.
këtë rast Hashim Thaçi, ka ardhur me instruksionet të shërbimit sekret francez, i ka vrarë me strukturën e tij kriminale, themeltarët, kokën politike dhe intelektuale të UÇK-s, e kanë kop Pimeranit shtabin e përgjithshëm, edhe kanë filluar me çurdhra me vrarë njerëz, me vrarë veprimtar, çlirimtar, me vrarë gazetar, me vrarë politikan, me torturu njerëz që kanë torturuar dhe babën e Berat Buxhalës, e të tjerë të tjerë. Ky apet të UÇK-ja, ky të më puna me ndryshu ky menim. Shikoj ti tash. Kanë kry krime lufte, po duhet me zjetë. Nuk mundet kjo gjykat në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaçi. Pra unë pres që zoti Thaçi me u akuzua dhe pres që ka muj marë sa veç me ultu për halë. Sinizat ka punu intensivisht që me dobësu LDK-n dhe si mënyrë e dobësimit të LDK-s përmendet që është edhe vrasja e kundërshtarëve politik. Këta shkojnë deri në atë mosa që për të arritur qëllimet e veta politike nuk zgjedhin mjet as formë. Ju keni punu gjatë me një politikan pragmatik, patriot, me tonat mirat që ka qenë Hashim Thaçi. Ta me thonë a i shkon me shku me puth në ball atje. Hashim Thaçi në kohën e tina edhe ti sa Mustafës, ky vend ka jesë përpara. Po sot rreth orës 2:30 minuta. Që apat veç tha në kohën e tina dhe Isa Mustafës ky vend ka jesë përpara. Po çysh ka ndodhur tina në kohën e Isa Mustafës? Derisa kam qenë kafeteri me dy kolegët mi, Vullnet Krasnici në Arben Hysenin, jemi qupe i kafeteris, një person në pikë të ditës ka sulmu, ka ra. Me qëra lafi që ky personi që ka sulmu Bigajtanëzën është nipja Zemsylës. Na e kemi verifiku këta. Kjo është e vërtetë. Fizikisht, mi ka dhënë 4 ose 5 grusht të fytyrës, duke më shkaktu lëndime të leta, sepse nuk është hera e parë që gazetarë sulmohen, ne sulmohemi për çdo ditë, rahemi dhe kërkush nuk jep llogari për këto sulme. Ju e keni bërë argat servisi. Sektor gjinal keni bërë argat servisi. Mos fal se çfarë misionin edhe nuk flet. Mos fal më. Po pato nuk mundesh të fal argat i servis lejej. Po ky gënjeshtor, ky këtu. Ky është spioni i Serbisë, ka thënë. Këtu. Jere. Hiç më larg se në 2000. Që ky spioni i Serbisë, apo she? Që ky që t'ju kallzoj, u kon shok me Hashim Thaçin pej vitit, vesh një moment i dashur publik, pej viteve të luftës, ka dalë se i kamon e do fotografi që të rujtëna, e di që të dikona qëre. Opa, hajde për hajde. Qëre shpioni i Serbisë to. Trap në kryet venit me Hashim Thaçin. Ja, që shka i thot tu? Thotë orime ditëlindjen zotni president, vitin 2025. Zoti thot i zgjedh njerëzit e sakrificës, të i zgjedhur i ti që shteti ynë, të jetoj përjetësisht, ditëlindjen tjetër të festosh me familjen dhe popullin shqiptar. Ku je president hebotahuron ditëlindjen Utbashi? Qërë, Utbashi legje po ta huron ditëlindjen. Po ma djeta ka nisë dhe fushatin liria ka emën. Shërë. Pa shikoj. Të nga djeta Utbash me UÇK. Up, ju pas kanë tero pingat. Nuk e dje ju kanë Luxemburgu kjo zotnia tash. Qëtu i dashun publik është shumë e rëndësishme me i marrë vesh këto situata. Pra kemi një situatë ku Utbashët e hapon e të fshehun, i godasin veprimtarët dhe patriotët, edhe ton kohën sa godasin e majnë emblemin e UÇK-s të më veshun diko në përtesha. E njerëzit që janë UÇK e vërtet, s'ka nevojë me majtë emblemin, as në kapuç, as në tesha, as në telefon, po ata veprojnë si UÇK. Dhe veprimi vetëm si UÇK
është kur ti punon kundër rrjeteve kriminale, kundër bandave plaçkice dhe vrastare, dhe kundër çdo agjende politike që mëton me e majt Kosovën mrena Serbis, që e kanë instalu këta bauçkashat për 20 vjetë rresht. E kanë instalu Serbin sistematikisht në Kosovë. Edhe tash po dojnë me erujt. Për që thënë qupesh. Se nuk pjo kanë venon me shku Serbia, se këta tana s'mujnë me vjedhë. S'mujnë me vra. Se edhe me vjedhë dhe me vra, tana ta shkojnë burg. Po se shteti funksionon. E që thënë të lyp këta. Për që ato këta e kanë sabotu shtetin që më shumë se 16 muaj, në më pak se 16 muaj e kanë qu 3 herë në zgjedhje, tash po e qojnë shtetin zgjedhje për herë të 4. Prandaj dashëm publik, mobilizohuni për më shku në Kosovë në zgjedhje 90 orë të këtij viti. Është jetësisht e rëndësishme. Edhe do të më avon kartonin e kuq, u të bashkëve të vërtet, hajnave, vrasësve, kriminelve, plaçkash. Këta duhet me u shpor prej pozitave kyçe udhëheqëse të Republikës. Kjo është shpëtimi vetëm i lirisë tonë, shpëtimi vetëm nga qysh na mund ta shmangim për me e lëndu e me shkel mbi gjakun e heronjve tanë për liri, dhe qysh na mund ta shmangim që Kosova me ro prap në duart shkjot. Kaq kisha për sot. Faleminderit shumë që më keni shtu vëmendje, keni qenë këtu me mu. Mos harroni, shpërndajeni videon, kallëzoni tjerëve, marrin mend këto informacione, shpërndajeni prap videon, shpërndajeni linkun e kronikave të Barutit dhe abonoheni me pagesë. Tek kronikat e Barutit në portalin tonë, jo në Facebook, po në portal. Se në Facebook nuk mujna me marrë parët. Se na e kanë raportu Facebookun si që dini 10 herë këta farë hibridat, edhe qka do pare që shkon aty në Facebook, veç më shelet, edhe jetë që ty. Na nuk mujna me pas ato pare. Prandaj ju që jeni të abonum me pagesë në Facebook, deri tash, që abonohuni prej Facebookut, edhe shkonin link të portalit dhe bëni abonimin aty me pagesë, abonimin mujor. 5 euro, që kushton ma shumë se një kafe, një qaj, edhe lexoni informacion duhun, informoheni korrekt, edhe një jeni krenar për shtetin tuj, po edhe ndihmoni ngritjen e një media të vërtet shqiptare, cila mbron interesin e vendit, interesin kombëtar dhe të vërtetën. Qofshim e shnet, e shihemi në raste tjera.